A kemi patur në ndonjëherë softa në histori kultivim pra të drograve si opiate, flas në këtë rast të heroinës për punime, se më ngacmova pak nga Xhemili me që më tha për 630 fidan të papaverusit, pra pikërisht të një bime nga cila mund të nxirrej heroina. Kemi patur ne më parë? Ka pasur edhe tentativa zona e Vlorës në Mosgaboj, duhet kujtohem për kohën, se tentonte të kultivonte ai raste që janë arrestuar edhe opiumin. Provuan të kultivonin opiumin, i cili vinte sigurisht nga vendet e Afrikës. Dhe me sa duket, nuk pati një lloj suksesi, po e quajmë, sepse nuk kemi prodhim dhe nuk kemi pasur produkte dhe nuk ka pasur informacione në rastet e ndalimit apo të terrenit që ka funksionuar dhe funksionon rritja e opiumit. E kuptoj. Xhemil, kush është më e kërkuara në këtë botën e kanabisit mes llojeve dhe varieteteve? Atëherë, duke ju referuar informacioneve që kemi patur në bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë e policisë vendore të Fiejit ndër vite, që në kohën që ka drejtuar policinë e Fiejit Xhavit Shala, pastaj Hasan Rama, Aslan Dojgjani, me radhë drejtuesit e policisë, na kanë treguar dhe ato sekretet e punës për diferencimet që i kemi marrë. Dikur mbaj si kanabis cilësor ai që rritej në zonën e Cakanit, për shkak se vetë zona atje kishte dhe vaditjen, ishin toka me lagështi. Më pas, cilësia ndryshoi dhe kishe shumë treg kanabisativa që rritej në zonën e Lazaratit. Lazarati. Dhe Cakrani. Kanabisi që rritej në zonën e Lazaratit kishe poqet e ngjeshura, kishte aromën e rëndë, por kishte dhe dyllin e kishte shumë të fortë. Pasi di që prodhoi dhe vaj i Ashashit, çokolata, radh pra nga përpunimi i Ashashit merreshin dhe shumë nën produkte që shiteshin në tregun ndërkombëtar. Jo pak herë pasaj janë kapur zakonisht fasonerit, përdornin ato automjetet e tyre kur vinin porosit nga jashtë dhe përpundonin këmishat, pandallonat apo çfarë prodhonin këtu fasonerit, ku shkonin makinerit, ato makinat e transportit që çonin mallin për në Turqi apo në vendet e tjera që kishin porosi, jo pak herë policia ka arritur që ka kapur sasi të tëra kanabisative të fshehur në automjetet e transportit. Ndërkohë që në Turqi pastaj u kap edhe një fjerak i cili ishte si koka e trafikut të kanabisativës, që çonin kanabisativa në Turqi dhe që janë dhe heroina e tjera me radhë. E qartë. Xhemil, të falenderoj shumë për gjithë informacionin, softa faleminderit për analizën që bëm bashkë. Faleminderit juve. Gjithmonë kënaqësi. Pas pak do të flasim për komentin e ekspertit në lidhje me Kurban Bajramin, me kurbanin që bëhet në këtë ditë, se nuk duhet që të bëhet brenda në shtëpi, po duhet që të shkohet patjetër në një thertore, sepse ka probleme me higjienën. Shumë e rëndësishme kjo që të ruhet. Megjithatë, do ndalemi patjetër edhe tek nata e nesër, tek nata e sotme, por edhe tek dita e shënuar e nesër për gjithë besimtarët musliman pas pak.